Nuk ekziston asnjë fazë e jetës krishtere që nuk ka shënuar në mënyrë ose në tjetër nga persekutimet. Në Shqipëri besoj se e keni përjatuar mjaftë për një kohë mjaft gjatë, nuk është tepër largë. Do me thënë se është një realitet që na shoqëron edhe na pastron prej çka në ranën e parë. Nga ideja që përballë këta katastrofat, këta gjëra rëndësishme ose vështirë që karakterizon historia e njerëzve si një det në shtuhi, jemi vetmuar. Vetmia është diçka që na bën frikë, na sugjeron që jemi pa pushtet, pa forcë, që jemi dorëzuar në duart të pushtetet e saj botës që shpesh janë kundërshtaret. Por nuk është ashtu. E në mes të fjale katastrofike që kemi dëgjuar në Ungjilli, duke me zgjelur ato fjalet që janë vërtet si një sken drites që na orienton. Që thotë Jezusi, ruajni që mos ju ngelnjej, sepse këta janë ngalnimet. Nëse nuk lexoni mirë historia, ju formoni idenë që vetëm vallet të turbulues janë fitues në këtë botë, po nuk është ashtu. Sepse shumë do të vinë me fjale mashtruese. E ju du të me kujtoni çka unë ju thotë. Unë kam ardhur për largua prej jush frika. Mos u frikësoni. Per natyra jemi frikacak. Përballë, sidomos misterin e vdekjes ose në mbarimit të gjërave që na duket të rëndësishme, ose të bukur që kemi ndorë në këtë botë, që na duket që na kalojnë në përduart si rrera që nuk kemi mundësi për me stringuar në dorë. Mos u frikësoni, sa herë dëgjojnë kjo fjalë në Ungjilli. Vlerësoni. Për një arsye, përse unë jam fitues, unë jam i ringjalluri, unë jam ai që shkarteron vdekja me jetër. Unë jam ai që drejton historia.